Nëpër disa fshatra të komunës së Bujanosit është shpërndar mishi i kurbanëve të therrur me rastin e festës së Kurban Bajramit. Donacionin e këtij projekti e ka financuar Xhamia Ballkan nga Mynheni. Kurban Bajrami është festë fetare islame ku gjatë këtyre ditëve muslimanët të cilët kanë mundësi financiare flijojnë kafshë në emër të Allahut dhe një pjesë nga mishi i tyre u adhurojnë të varfërve. Me këtë rast, edhe këtë vit në mënyrë tradicionale u bë therrja e kurbanëve edhe në luginën e Preshevës. Radio Televizioni Spektri qëndroi edhe në vendin e ngjarjes gjatë therrjes së kurbanëve, të cilët ishin dhuratë prej mërgjimtarëve nga Mynheni i Gjermanisë. Riad Demiri, përgjegjës i projektit Kurbanat 2009, që ishte donacion nga Xhamia Ballkan nga Mynheni, u shpreh kënaqur ndaj atyre që kanë ndihmuar rajonin e luginës së Preshevës. Po pra dhe në këtë vit pra është duke u bërë thjerrja e kurbanëve në mënyrë tradicionale sikurse vitin e kaluar. Pra lopët pra kurbanët të cilët janë duke u thjerrur në këtë moment janë dhuratë nga Bashkia Islame Ballkan nga Mynheni, pra përgjithsisht pra nga Xhamia Ballkan në Mynhen. Pra i falenderojmë të gjithë ata të cilët kontribuan në këtë drejtim për të ndihmuar sadoka skamnorëve të luginës së Preshevës. Pra në radhë të parë pra falenderojmë Besnik Ramën, kryetari i Bashkisë Islame Ballkan në Mynhen, si dhe Hadi Xhemali, pra Xhemal Demiri nga Buçani, arkatar i Xhamisë Ballkan në Mynhen, pra Allahu i shpërblet ata të cilët kontribuan pra në këtë drejtim, pra ata të cilët pra bën niyat për të thjerruar. Kjo është hera e dytë që Xhamia Ballkan nga Mynheni dhuron kurbana për rajonin ton, me çrast këtë vit ajo kishte dhuruar 8 krer lop në emër të therrjes së kurbanëve, ku mishi i tyre u shpërndan nëpër fshatra të komunës son si në Tërnoc, Luçan, Dobrosin, Maltërnoc, Bilaç, Lutovic, Turi dhe Samulis. Ndërkaq, vlen të ceket se një ndihmë në shpërndarjen e këtij mishi dhan edhe drejtuesit e bashkësive lokale në përpilimin e listave dhe në shpërndarjen e tij.